Përshëndetje! E kam nisur këtë vlog në orën 12 e... Tani është 12:21, por kur e nisa ishte 12:10. Është dita që jam kthyer nga udhëtimi që pat javën e kaluar, që jam kthyer nga Venecia domethënë. Dhe vura një lavatriçe me roba të bardha, sistemova ca gjëra, u lava më përpara se kisha nevojë të bëja një dush të mirë edhe të çlodhesha në dush. Edhe pse jam akoma shumë e lodhur, më flihet gjumë, por unë kam një mani që në momentin që kthehem nga pushimet, nga udhëtimet, në çfarë do lloj momenti të ditës që e bëj këtë gjë, unë duhet të heq rrobat nga valixhi ose nga çanta, të vej një lavatriçe për t'i larë dhe pastaj të vej dhe tharsën për t'i tharë, edhe të sistemoj ndonjë gjë të vogël, jo çantën e make-upit, jo gjërat që blej, etj, t'i vendos nëpër vende. Tani, duke qenë se po vendosja këto gjërat nëpër vende, doja t'ju tregoja se çfarë bleva në Venecia. Nuk bleva shumë gjëra, blem një dhuratë për babin, një dhuratë për mamin, një dhuratë për Emren, edhe bleva edhe diçka që s'mund ta quaj të vogël për veten time. Sa tok më vjen. Kam bler një foundation edhe një concealer nga Charlotte Tilbury. Ju e dini që unë nuk përdor shumë make-up, por arsyeja pse unë nuk përdor foundation, domethënë dy arsye pse unë nuk ose më saktë tre. Tre arsye pse unë nuk përdor foundation janë. 1, sepse përtoj ta heq. 2, sepse më krijojnë akne. Edhe 3, sepse nuk kam ditur se si të zgjedh ngjyrën time. Edhe kam patur gjithmonë pasiguri tek pjesa e ngjyrës tonit të foundationit. Kurse me concealerin hajt më. Tani si janë këto kur i hap. Sa të bukura. Ndoshta mendoj që një nga arsyet pse unë kam patur akne kur bëja make-upin dhe kur përdorja foundation, ka qenë sepse kam marrë produkte drugstore nga këto të lirat. Mendoj, nuk e di. Po duke qenë se unë e kam lëkurën shumë të ndjeshme, mendoj që kam ndikuar pak. Gjithsesi, unë do filloj do t'i përdor këto, sepse kushton një qerra me lekë, të them të drejtën, dhe është gjëja e parë që unë shpenzoj kaq shumë, po ju them që të dyja shkuan 92.5 euro. Kjo ishte 50 pris. Ta gjej faturën. Në qoftë e kam. Po, e gjeta. Foundation ka kushtuar 54, kurse concealeri ka kushtuar 38.5. Dhe duke qenë se janë kaq të shtrenjta, do t'i përdor se normalisht duhen nxjerr lekët. Okej? Veva edhe këto kapset. Telma përdor gjithmonë kapse të tilla, ka një model specifik të saj që i kap dy këtu. Edhe sa që ja shikoj, më kujtohet vetja kur isha e vogël që përdorja kapse të tilla. Edhe kur i gjeta thash, ok, do i marr edhe unë edhe do u frymëzova nga Telma, domethënë. Telma? Love you. Tani duhet të fle sepse jam e mbaruar. The next morning. Më ka dalë gjumi në orën 8, ka dalë gjumi në orën 9, pastaj më doli gjumi tamam në orën 10 dhe u ngrita, u zgjova. Dolëm pastaj te lokali lagjes që pjojmë reja kafe, unë mora një ujë me vitamina edhe tani është momenti që unë të ulem edhe të editoj, sepse akoma nuk kam përgati videon që ju e keni parë shumë kohë përpara, videon e surprizës që i bëra mamit edhe babit. Jam për të ndryshuar çarçafët, është për t'u larë banja, është për t'u larë edhe fshirë kuzhina, salloni, më thënë dyshemeja. Kam shumë punë për të bërë, jam për t'u larë furçat e make-upit që kam përdorur andej, por kemi prioritet videon. Të mbaroj me videon dhe pastaj do merremi me punët e tjera. Ama më ka ardhur një gjumë për kokë të gjumit, nuk e keni iden. Çfarë bëra unë pasi mbarova se edituari video? Nani, vura edhe orën në zile, që të zgjohesha pasi të ishte hedhur në YouTube videoja. Por e te kalova një qik më shumë se nuk po zgjohesha dot me që isha shumë e lodhur. Tani u ngrita, po heq çarçafët, do me thënë i kam hequr çarçafët, po vendos çarçafët e rinj. Lefët për momentin.
Edhe të vazhdojmë me punët e tjera, se kemi shumë punë. Vura dhe një lavatriçe tjetër me roba të zeza, atë me roba të bardha e vura në thashtë në mëngjes përpara se të dilnim për kafe. Edhe ecim. Don't smoke here, you will not smoke here. Tanja, po më trajton keq. I dërgoj mamit një mesazh zanor Emreja që i tha Danja më trajton keq. Edhe mami direkt më mori në telefon. Çfarë bën djalin tim që i trajton keq? Edhe i thash unë ja po e ke fali vetë, tash ja çova telefonin. Edhe i tha mami, çfarë të bën ollu, më tha. Edhe Emreja, mami, vishi shapka ta griva mishin, ndalohi duhani këtu. Ha i tha mami tjetër kaq. Nam fare. Mbarova me palosin e robave, këto tani janë për të ekurosu, po sot nuk do merrem fare me ekur, se kam gjëra tjera, duhet të laj tualetin. Është me prioritet tualeti. Edhe pastaj në orën 7 duhet jemi tek shfaqja. Aleksa po gatua ndërkohë, edhe në ka ftuar për të ngrënë makarona me kima. Edhe do vëmë andaj kur ta marr telefon. Dhe t'ju tregoj pak vlerjet e reja të Temus. Mora këtë ndersen e enve, është e gjitha domethënë nga Temu. Mora dhe këto që vendos gotat, pjatat sipër edhe e thithin ujin. Mora 2 gabimisht, nuk e di se si ishin për 2, po nejse. Mora edhe këtu që vendos sfungjerin dhe ilaçin dhe është kështu me pjerësi. Kështu që të kulloj ujë edhe të futet këtu brenda direkt. Kjo duhet ishte të qëndronte kështu në fakt, po nejse. Shpresojmë që të funksionojë. Duhet ishte diku këtu. Edhe kishte edhe këtë këtu, varsen, që vendos var leckën. Kjo ka këto për thikat, për lugët, edhe kështu me radhë, ka edhe këte anash për, nuk e di se për çfarë është kjo. Kurse këtu lart pastaj, jo, në fakt këto duhet ta kishte kthyer nga ana tjetër, se këtu do vendosen gotat. Ja një sekond. Opa. Kështu. Edhe kjo ishte me këtë tubin që futet uji këtu brenda edhe e shkarkon këtej. Të shikojmë të funksionojë dhe kjo apo jo. Se duhet të ketë çik pirësi. Edhe mënyra se si qëndron këtu nuk është tamam, po nejse. Si shkojmë të shtëpia e motrës. E po mja! E po mja! Ka mësor e po mja, më talë mua edhe më qau veshët tani. E po mja! Nam në mes të ashensorit. Përshëndetje. I ka bra Aleksja makarunet gati. Dhe këtë timen e ka lënë pa gjë, sepse ka marrë salsën time me vete. Dhe ka marrë këtë salsën me ricota dhe noci. E po mja! Po. Hajde uli këto. A few moments later. Dolëm me motrushin, të vem të shikojmë Bobo, unë se dinja. Se di, se kam parë. Baje? Dale, ta shikoj. Ke marrë të trikove. E po se do ftohet në darkë. Vikja. E ka? O Bobo, po unë se dinja. Mire thashun. Jemi të sheshi tani për momentin. Jemi duke u afruar, sepse ndodhet te qendra kulturore e Kishës Ortodokse, që është kjo këtu te sheshi përballë me Atin. Po luajnë tenis, aty brenda. Tenis?
Çfarë po ndodh këtu? Ja, kisha është ajo aty. Kjo këtu. Kurse këtu nuk e di se çfarë po ndodh. What the heck? Is that pedal? Pse më duket sigurisht Jo, ka ç'është? trampolino brenda. Ah, po ja. Hajde kalojmë. E me ja pedal qenka. Epoka e pedalit, nuk është tenis. Ase lexova fare unë. Ajo për mua aty. We're here. Mbaroj shfaqja, unë nuk kënaqa. Të them të drejtën, kam qeshur me të madhe. Aq kam qeshur sa kur takova Francin. Edhe më tha, a u kënaqet, a shumë vallaj kam qeshur shumë. E dita se ta dëgjova qeshurën, ta se të dëgjoj ty të ndihet e qeshura. Nuk e tja ishte okej, ishte edhe që bukur e gjë sikletshme, se si më është dëgjuar e qeshura mua në gjithë sallën. But anyway, më pëlqeu. Alexia? Ishte nice, më duke sikur dhe isha në Korçë në ato momente. Na nxorën mallin e Korçës, që po dëgjonim me atë theksin, atë të thekurën korçarçe. Nice. E kam pritur një shfaqje të tillë, nuk e di se sa vite kanë çunat që bëjnë Sandrin edhe Nënën, Tysonin dhe Nënën, nuk e di se sa vite janë për domethënë që nga fillimi. Po kur shkonin që bënin shfaqje në Korçë, nuk qëlloj asnjëherë atje, se ata i bënin shfaqje të diel të hënë më duket. Dhe unë qëlloj që të dielën duhet të kthesha në Tiranë për punë. Edhe sa pash që do bënin shfaqje këtë radhë, edhe ishte të shtunë të diel, mora biletën të dielës, se të shtunë normalisht u kthem nga Venecia. Edhe ja, se e lova Aleksin duke shpjeguar. Edhe Aleksa më bleu mua një mbëlsirë, do më amurin, thank you motra. Sa njëri sikletshëm që është ky bre. Bo, sa më streson. Dhe përpara se të flem gjumë, pim edhe ilaçet e alergjisë, që të vim në vete, sepse pak të keq puna. Ky duhet pi gjysmore përpara se të flej, por duke qenë se do rinë çik në internet, Instagram, po e pish tani. Night night! 2 days later. Kanë kaluar 2 ditë që nga dita e fundit që filmova dhe do shkojmë tek shtëpia e Marias dhe e Redionit sepse është duke u përfunduar dhe kemi bler doratka dhe dua t'ja çojmë që sot. Zi pres të shkoni dhe shpresoj që t'ju pëlqejnë. E ka bërë pisa ma. Öyle mi? Yapma ya. Si ndjeni që do hyni në shtëpinë e re së shpejti? Me zi më pres. Edhe unë me zi po pres të hyni ju në shtëpinë e re. Po ti? Mirë. Ikuj Maria. Merë qesi. Shpejt, room tour, house tour. Ja, qarë ben? Të dzejt zëza. Hajde Maria, hajde. Hajde Maria, hajde me të djathtën, Maria me të djathtën. Dhe ka që është në këtë fazë jemi. Është vendosur divani, dale ta shikojnë çik divani. Give the ball. Jo, se është pis dyshe meja, qa give me the ball. Kemi kuzhinën, ndisni çik dritat e kuzhinës, i keni vendosur këto ledet, poshtë. Ledet po. Është vendosur ledi? Oh my god! Saksoni. Sembra akoma? Jo, nesër do vijaj. I thej... Qa? What is this? Bobo, kanë dalë këto! Jo, më jo, se nuk janë këshu. Ja, jag blir om. Nuk e di që janë. No!
I fshirë një janë dhe tire bëlloj, unë i fshirë një janë dhe tire bëlloj. Ka nga të gjitha! What the fuck? Përshëndetje. Përshëndetje mre. How are you feeling? Very good. Tak zori. Ka të ma shumë punë. Thank you. Nuk ka dritë. Por tu me bota no som. Shumë altë. Emra, hajde, come sit down. Sit down. Sit down. Come, is it comfortable? Here. Here. Not there, here. Thank you. Ta shit, sa... Të shvim të vitë. Oh, so buka! Oh my god! Daniel! Come I bëftë të mirë. Sa të kujdes të mëndë. Shumë bukura. Of, Herkül. Këto? Sa po dinë Po nuk e ndaj do të mendi, në qoftë se do të merja vetëm një, shpresoj që të pëlqej. Ishte të parat që më pëlqyen, pastaj zgjidha një palë të tjerë, dhe ato tjerat ishin të dëmtuara dhe pastaj fati pas ka të sharë. Oh, që ngjyrë bukur. Çokoladë. Shumë e bukur. Ju pëlqen? Po. Shumë bukur. Sa ngjyrëshme. Faleminderit Daniel. Shumë Prije pra Daniel çik më. Oh, shumë bukura. Pëlqesh ngjyra. Vërtet? Po shumë. Unë kam shumë qejf këto ngjyra. Thank God. Shumë bukur. I kisha shumë me ta gëzoni shpinëre. Futini që ti lanin lavastovilje. Ku e keni lavastoviljen? Ha. Atere. Që bëjmë room tour, Mariana bë room tour. House tour. House tu, Si ato te. tu edhe këtu. Kaq. Okej. Salloni. Kjo është kuzhina, ai është Dioni, kjo është Maria. Pastaj këtu kemi dhomën e gjumit, po dhoma e gjumit nuk ka akoma dritë. Dhe gjëja që më pëlqen më shumë nga dhoma e gjumit është ky. Sa e mirë. Erboj. Është ky dollapi gjigant. Është sa e gjithë, prises po fokusat. Është sa e gjithë faqja e murit. Sa ishte kjo? 4.5 më duket metër. Po. Po më dim. Yes. Super. Po shumë. Edhe këtu kemi këtë salloni tash. Një pyetje, këta e morët me kështu nga poshtë, a? Po. Me mekanizëm. E ngrimi dot? Si ngrirë këtë, apo i ngrirë? Bude vitari, ne. Duhet të ketë ndonjë dorezë ndonjë gjë apo jo? Bude vitari. Gitar. Nice. Për të patur sa më shumë vende dhe hapësirë për kështu. Unë ngrirë dot apo? Për çfarë veten palestër ti? Ta provoj një. Hë? Ti. Dhe ky është tualeti. Ku i keni marrë këtë seti juve, Marian? Te më të mirët Aquaterra. Aquaterra Salilari Collection. Ku ju mund të gjeni hidrosanitare, plaka, laminat. Qa po të në bëdhe dhe se po bëjsh shumë gjë. Tek Aquaterra Salilari Collection në Korç, po thoja, mund të gjeni plaka hidrosanitare, dyrë të blinduara, laminate, mobilje, mund të gjeni elektroshtëpiake për kuzhinën. Qa ka tjetër më? I thash. E shumë gjëra të tjera, shkoni vizitojni vetë dyqanin. Është te kilometri parë rruga Korç Tiranë, në krah të Korç Tiranë, në krah të Majt. Shumë modele të bukura. Shikojnë në Yes. Dhe ju thotë këtë që është me shumë hapësirë Po. për të vendosur, shumë magazinim, si themi ne arkitektët. Nice. Edhe atë atje e keni marrë. Edhe që Ky këtu është dushi, ja dhe dushi, edhe kanë marrë dhe lavatriçe dhe tharse Miele. Nice. Nuk e di pse, po ndoshta nga që ma ka fiksuar mami mua që kjo është një nga firmat më të mira, edhe më duket sikur janë super cilësore këto të Mieles. Na thoni në qoftë se keni marrë të njëjtën firmë dhe juve. Ja vlen apo jo? Dhe mami mua më ka thënë që kjo këtu duhet jetë, po hapet kjo?
Që t'jetë cilësore duhet t'jetë nga brenda kazani me hoje blete, si që është ky, dhe është shumë cilësor, po. Bravo, bravo. Bravo, princeshka, t'i gëzoni, t'i gëzoni. Nuk vjen kjo? Jo, mërë se s'janë aq të Ka dokta. menduar ata më. Po, po. Ta gëzoni shtëpinë e bukur. Po, do vini prapë kur të... Kur ta pastroni. Herën tjetër do vim. Ec mama, merri një nga të tavolinat që mund ta marrësh. Po, do vim. Erdhëm në shtëpi. Pasi mbaruam ande nga Maria dhe Redioni. Nuk e di se çfarë mendimi keni ju, po mua më pëlqen shtëpia. Ngjyrat që kemi vendosur, që kemi zgjedhur domethënë bashkë me Marian dhe Redionin, janë pak të guximshme, jo të gjithë i vendosin, jo të gjithë i preferojnë. Por Maria e pëlqeu, prandaj kemi bërë atë dizajn. Tani po presim që të vinë edhe mobilet e tjera që duhet të vendosen aty në shtëpi, si mobilja e televizorit. Televizori, çka ka ngelur tjetër, dhe mobilja e këpucëve që do jetë aty në hyrje në krah të majt, në hyrje të shtëpisë. Edhe çka ka ngelur tjetër, kaq më duket. Edhe tavolina e ngrënies. Po, është edhe tavolina e ngrënies. Edhe pastaj kur ti kompletoj të gjitha këto, do na ftojnë ata në shtëpi dhe do vim ta shkojmë pastaj shtëpinë të kompletuar. Edhe do vini dhe ju bashkë me mua me vete. Tani po e mbyll këtë vlog, sepse nuk kam as më minuta për të filmuar. Nuk e di nëse keni vënë re, por videot kanë një cilësi më ndryshe nga herët e tjera. Shpresoj që të kuptohet, unë e kuptoj me syrin tim. Edhe kjo më kufizon në filmim, kam vetëm një orë për të filmuar, ndryshe nga më përpara me cilësinë më të vogël, më të ulët që filmoja për 2 orë maksimumi. Kështu që po e mbyllim këtë video, sepse do hapim video tjetër. Dhe do të shihemi në videon Kështu që po e mbyllim këtë video, juve mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë do të shihemi në video. Mos harroni të bëni like. Dedim. Every like dedim ben. Every like nasıl diyeceğim? How can I say Every like. Çdo like, çdo pëlqim. Çdo pëlqim. Çdo. Ja, unë më mbarove minutat. Çdo ne? Çdo. Pëlqim, like. Çdo pëlqim ni maşallah. Për shtëpi. Sa i një që është këzemra ime. Don't make Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju po dhe përqapo të gjithë dhe sa i çava gishat. Bye!